Edhe sot korridoret e gjimnazit të Tetovës Kiril Peqinović mbetën të zbrasta. Klasat bosh, ndërsa mësimi nuk vijon, pavarësisht se është ditë e hënë. E gjithë kjo sepse një njeri me një adresë elektronike fiktive përdërgon alarme të rrjenjshme për bombë për të 14 herë me radhë dhe shteti ende nuk mund ta detektojë se kush është, prej kujt dërgon dhe për çfarë qëllimi. Drejtori i gjimnazit Jeton Kamberi thotë se me përsëritjen e kësaj dukurie, përveç shqetësimit që u shkaktohen nxënësit, po humbasin edhe shumë ditë mësim. Fillimisht ka qenë edhe frikshme edhe për nxënësit, edhe për panikun e shkaktuar edhe ndaj kolegëve, nxënësve gjithandej, mirë po tash te shkolla jon kjo është bë edhe rutinë, edhe nxënësit janë mësu. Bile të them drejtën, fillimisht kemi llogaritur në atë aspektin e ndikimit negativ te procesi mësimor në gjysmëvjetorin e parë, mirë po te nxënësit ka qenë edhe si të ri ato që janë edhe dëshirë e largimit. Tash që kemi filluar në gjysmëvjetorin e dytë është bë shqetësuese, jo alarmi i rrejshëm për nxënësit, po është bë edhe te ato procesi, është bë domethënë monoton dhe kërkojnë edhe ata që mos të dilet, por kjo nuk mund ndodh nga ana jonë, sepse vjen policia na informon që nxënësit duhet të dalin dhe të tërhiqen. Kamberi bën me dije se disa herë u është drejtuar institucioneve për ndihmë, megjithatë kërkesat e tij kanë hasur në vesh të shurdhër. Shumë seriozisht ju jam drejtuar të gjitha institucioneve, kam komunikuar me sektorin për punë brendshme në Tetovë disa herë, kam qëndruar atje me orë që kemi biseduar, edhe jam drejtuar edhe me shkrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Arsimit, Byro të Zhvillimit, prej atje përgjigje nuk ka, e vetmja përgjigje është nga sektori i punës në Tetovë, se po punohet në këtë drejtim, përpiqemi edhe me aleate, diçka kështu si bashkëpunim ndërkombëtar, mirë po pas një farë rezultati. Por gjimnazi nuk është shkolla e vetme që sot pranoi alarm të rrjenjshëm për bombë, me çka mira nxënës të Tetovës mbetën pa mësim. Nga sektori për arsim në komunën të Tetovës thonë se për dallim nga herat tjera, paralajmërimet për bomba këtë herë janë dërguar në polici e jo në shkolla. Ata thonë se vazhdimi i procesit mësimor do të vazhdojë vetëm kur të vërtetohet se janë përmbushur të gjitha nivelet e sigurisë. Aktualisht janë përfshirë këto shkolla të mesme: Nikola Shtejn, Gjimnazi 7 Marsi, Gjimnazi Kiril Peqinović dhe 8 Shtatori, ndërsa nga shkollat fillore Istikbal, Kirili dhe Metodi, Bratstvo Migjeni, Goce Delçev, Besa dhe Përparimi. Objektet shkollore janë kontrolluar nga pjesëtarët e sektorit për punë të brendshme, ndërsa nxënësit dhe stafi janë evakuuar në kohë dhe në mënyrë të sigurt, duke i liruar ambientet e shkollave. Shkollat kanë dërguar shkresë zyrtare deri tek sektori për punë të brendshme me qëllim marrjen e informacionit zyrtar për situatën dhe udhëzimet për veprimet e mëtejshme. Institucionet kompetente po ndërmarrin masa të vazhdueshme për garantimin e sigurisë së nxënësve dhe stafit, ndërsa situata monitorohet në koordinim të plotë me organet e rendit. Vazhdimi i procesit mësimor do të bëhet vetëm pas konfirmimit zyrtar se janë përmbushur të gjitha kushtet e sigurisë, thonë nga sektori për arsim pranë komunës së Tetovës. E gjithë kjo problematik ndodh në një shtet antar të NATO-s dhe institucionet nuk janë në gjendje që të lokalizojnë dhe arrestojnë dërguesin misterios të këtyre emailave që përveç panikës po i pengon në mësimdhënie nxënësit.